Shqipëria 1994, një popull në lëvizje, është ekspozita e fotografit italian Gianni Bellessia, që do të çelet këtë të premte në orën 18 në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Durrës. Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar vjen me një koncert të veçantë që sjell premiera absolute në Shqipëri, mbrëmjen e nesërme në orën 19 në sallën e Universitetit të Arteve. Koncerti vjen në dirigjimin e Gridi Krajës. Rendi i ri është shfaqja teatrore që do të vijë në skenën e teatrit Zini Sako në Gjirokastër, mbrëmjen e sotme dhe të nesërme në orën 19. Shfaqja është produksion i teatrit Shëtitës Çajupi me regji nga Kiço Londo. Komshinjt është komedia që do të rikthehet më 3 dhe 4 tetor në orën 19 në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë, ndërkohë që në vijim do të udhtojë në një tur dhe në qytete të tjera të vendit. Shumë verë dhe histori vinë në Wine and Stories of Berat 2025, më 3, 4 dhe 5 tetor. Java kulturore gjermane çelet në Tiranë me fest, pikërisht në ditën e Bashkimit të Gjermanisë, më 3 tetor në orën 17 te Pazari i Ri. Në kuadër të ekspozitës së hapur ishtazi në Galerinë e Artit Tiranë të italianit Marco Pietracupa, ekipi i edukimit i Galerisë së Tiranës ka përgatitur një seri punëtorish krijuese të frymëzuara nga arti i tij. Aktiviteti i radhës Tirana qyteti në sytë e mi i dedikohet fëmijëve 7 deri në 12 vjeç dhe do të mbahet nesër në orën 17. Sot në orën 18 në sallën e kinemas së Arkivit Shtetëror të Filmit shfaqet filmi me metrazh të shkurtër, Një histori e parëfyer. Çeletësonte në Elbasan edicioni 27 i Festivalit Teatror Skampa, i cili do të vijojë deri më 6 tetor. Këtë vit do të ngjiten në skenë 11 shfaqje në Elbasan, por dhe në Tiranë nga 9 trupa të ndryshme teatrore.